Mirëmbrëma shikues të televizionit Shenja dhe mirë se erdhët në emisionin e sotëm. Para se të filloj me intervistën e sonтme, më lejoni që fillimisht t'ju uroj festën e Kurban Bayramit gjithë pjesëtarëve të besimit islam. Uroj që kjo festë t'ju shërbej për të kaluar çaste të ngrohta pranë familjeve tuaja. Ndërkaq ne sonte do të flasim për një dukuri shoqërore e cila prej vitesh është bërë problem shqetësues në mesin tonë, e ajo është bigjozi. Hapja e pa kontrolluar e kazinove dhe bastoreve në vendbanime dhe në afërsitë e shkollave ka rritur edhe mëtej indinjatën në shoqëri e cila prej vite kërkon mbylljen e plotë të tyre, por pavarësisht reagimeve të shumta, deri më tash autoritetet nuk kanë arritur të gjejnë një zgjidhje, ndërsa së fundmi qeveria ka miratuar një propozim ligj të ri me cilin pretendon se do të zgjidhë këtë çështje. Ju ftoj që të ndjeki materialin në vazhdim për të vazhduar më pas me të ftuarin e sonte. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut së shpejti pritet të vihet para një tentative të re për të miratuar ligj të ri për lojrat e fatit. Edhe pse me vite debatohet mbi këtë çështje dhe aktivistë prej kohësh kërkojnë heqjen e kazinove dhe bastoreve nga vendbanimet, procesi i zgjidhjes ligjore të problemit vazhdimisht ka hasur pengesa ndër vite. Së fundmi, qeveria në mbledhjen e 12 majit miratoi propozim ligjin e ri për lojrat e fatit dhe lojrat zbavitëse, i cili do t'i dërgohet kuvendit për procedurë të mëtejshme. Qeveria synon që me këtë propozim ligj të fillojë një fazë të re më serioze dhe vendimtare në luftën kundër organizimit ilegal të lojrave të fatit, reklamimit agresiv dhe keqpërdorimeve që për vite me radhë kanë shkaktuar dëm ndaj qytetarëve, veçanërisht ndaj të rinjve, fëmijëve dhe familjeve. Me këtë parashihet, kufizimet e rrepta për reklamimin e lojrave të fatit, të ndalohet reklamimi jashtë hapësirave afariste nëse ai ka për qëllim nxitjen e qytetarëve për të marrë pjesë në lojrat e fatit, të ndalohet përdorimi i mesazheve që bigjozin e paraqesin si rrugë drejt suksesit financiar, jetës më të mirë apo si zgjidhje për problemet e personale dhe sociale. Po ashtu, ndalohet reklamimi përmes personazheve publike dhe përmbajtjeve të orientuara drejt të miturve. Me ligjin, parashihet që të gjitha objektet ku organizohen lojrat të fatit në kazinot, klubet e automateve dhe lojrat elektronike të fatit të jenë të vendosura së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme. Në bastoret që ndodhen brenda një perimetri prej 500 metrash nga shkollat nuk do të lejohet vendosja e terminaleve elektronike, videolotari dhe pajisjeve të tjera për lojra elektronike të fatit. Kjo do të jetë hera e tretë që deputetët do të duhet të votojnë për distancimin e kazinove 500 metra larg shkollave, pas 2 tentativave të dështuara për ta bërë këtë. Përpjekja e parë për të miratuar një zgjidhje ligjore ishte në shkurt të vitit 2024, kur ligji i propozuar nga qeveria atëhershme, LSDM BDI, kaloi në kuvend, por presidenti i atëhershëm i vendit, Stevo Pendarovski, nuk e nënshkroi dekretin. Parlamenti nuk arriti të miratoj ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese as në mars të vitit 2024. Ndërsa në gusht të vitit 2025, qeveria, VMRO, Vlen, Znam dorëzuan propozim ligj të ri në kuvend, por pas disa muajve, ligji u tërhoq nga kuvendi dhe u rikthye në procedurë qeveritare për precizim të mëtejmë. E për të diskutuar më tepër rreth këtij propozim ligji dhe problematikave të tjera të kësaj teme, sonte kam të ftuar kryetarin e lëvizjes anti-bigjoz, zotrin Xhemal Abdiu. Zotri Abdiu, mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Njëkohësisht edhe unë shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve të fesë islame i uroj festën e Kurban Bayramit duke i uruar paqë, shëndet dhe mbarvajtje në jetë. Atëherë, për të filluar me trajtimin e kësaj teme, pra si çdije qeveria ka miratuar një propozim ligj të ri për bigjozin, apo siç quhet edhe ligji për lojrat e fatit. Ligji veçmë është dorëzuar në kuvend dhe pritet që në të ardhmen ditëve në vijim të hyjë edhe në procedurë parlamentare. Keni pasur rastin që të analizoni ligjin, propozim ligjin? Në qoftë se i referohemi punës sonë dhe 10 vjeçare, pasi lëvizja anti-bigjoz daton që nga nëntori i vitit 2016, deri më tash kemi pas disa propozim ligje të këtilla që duhet të them që nuk është e para apo e fundit. Normal që e kemi analizuar,
Normal që një distanca prej 500 metrësh nuk është e mjaftueshme për të larguar të gjitha këto objekte të lojrave të fatit, mirë po sido që tjetë, ne si Lëvizja Antibigjos e përshëndesim këtë iniciativë me shpresë që normal kjo është vetëm një propozim liq që deri më tash edhe në emisionin që tash e ndëgjuam disa herë është propozuar edhe në momente kur u dash që me të vërtet të votohet nuk është të votuar, tash është qëllimisht apo pa qëllim i lëm kohës që të mund të tregoj për këtë që ndodhen. Atëherë, si që ndjekëm edhe në materialin pak më herët, në vitin 2024 ligji është votuar 2 herë, faktikisht herën e parë është votuar në kuvend dhe herën e dytë ka dështuar votimi, ndërkaq në vitin 2025 është propozuar një ligj i ri, është dorëzuar në kuvend, tani njëjti është tërhequr nga procedura parlamentare. A mund të presim që kësa herë të ketë epilog apo të sillet një ligj si do të qoftaj? Jo rastësisht e thash që është radha e tretë që është bërë një propozim i këtill. Mirë po, në qoftë se i referohemi vitit 2024, unë dhe me një pjesëtar tjetër të Lëvizjes Antibigjos morëm pjesë në Komisionin për Financim dhe Buxhet. E thash, atje kaloj, mirë po dikun tjetër nuk kaloj, në qeveri nuk kaloj. Çfarë do të them me këtë? Si duket qëllimisht nuk u bën numrat që të mund të kaloj ky ligj. Qëllimisht besoj se kjo ishte një marrëveshje e qeverisë atëhershme. Pastaj në vitin 2025 kur ky propozim ishte me flamur evropian, nëse nuk gaboj, ishte viti 2025, po e njëjta gjë ndodhi, kështu që edhe keqja më e madhe ishte se atëherë nuk u bën, mund ndoshta edhe të gabojnë në shifra, mirë po mbi 52 vote ishin për, edhe kështu që edhe këtu nuk kaloj me flamurin evropian, që pastaj do të mundohem që të sqaroj se çfarë ndodhi në atë kohë. Edhe të shpresojmë që tash do të kaloj, mirë po është edhe diçka tjetër që neve në bën që të jemi skeptik në zgjedhjen e këtij problemit, pasi këtu nuk është e potencuar as atëherë, edhe tash nuk është e potencuar në çfarë drejtimi, në çfarë është në vijë toksore apo në vijë ajrore. E tash janë të detyruar këta që e propozuan këtë ligj. Pra, për shikuesit dallimin mes distancës në vijë ajrore dhe në vijë toksore? Në vijë ajrore, nëse është objektet e lojrave të fatit, që ne ashtu i themi përndryshe janë lojrat pa fatit, nëse janë në distancë ajrore, atëherë ka për një diametër shumë më të madh se në rrugë toksore, duhet që këtë rrugën kryesore edhe derisa të vijë. Tash, ai 500 metrash në rrugën toksore mund të jetë 700 apo 800 metrash që i bie se ato objekte që janë afër objekteve arsimore nuk do të mund që të largohen. Është mirë që ato të precizojnë se ky propozim liç është në vijë ajrore apo në vijë toksore. Edhe realisht, tash kësaj kohë që ne jemi munduar që të bëjmë një betejë rreth largimit, dhe besoj se e keni të njohur se kërkesa e Lëvizjes Antibigjos nga fillimi ishte dislokim 3 kilometra larg vendbanimeve, në të cilët përfshiheshin edhe ishim shumë afër zgjidhjes së këtij problemit. Ishin objektet me interes publik edhe interes jo publik, objektet fetare, qendrat e qytetit, edhe qerdhet të atij rajoni. Mirë po, ja, edhe kjo nuk ndodhi, u tërhoqën, kështu që të shpresojmë të jetë një fillim i mbar për të bë pak më tepër. Mirë po, fati është i keq se nëse marrim analizojmë kohën që ne kur filluam betejën tonë për dislokimin e po të njëjtave, përsëri vazhdohet të luhet komar, vazhdohet të shtohet numri i atyre, vazhdohet të shtohet numri i po të njëjtave objekte, afër objekteve arsimore, edhe fati i keq që u bë. Të supozojmë se ky ligj do të miratohet ashtu siç është,
që parashet distancimin prej më së paku 500 metra nga objektet shkollore. A është kjo zgjidhje këtij fenomeni që, siç thatë edhe vetë, është ka numra alarmante kohët e fundit. Shifra e atyre që merren me bigjos është alarmante. Situata është jo alarmante, shumë më tepër se sa alarmante, se në qoftë se marrim të analizojmë objektet të cilat kanë qenë nga viti 2016 dhe sot, ose vlerat për të cilat flitet, në qoftë se një kohë fliteshte për një vlerë prej 500 milion euro në harxhim vjetor, tash flitet për 2 miliardë 800 milion, ose nëse i referohemi të dhënave që jep shoqata e përmbrojtjen e këtyre objekteve të lojrave të fatit, ato flasin se sipas tyre ky shtet ekziston nga ato 280 milion euro që i japin këto. Çka do të them me këtë? Në qoftë se dikuri është harxhuar 500 milion euro, tash flitet për afërsisht 3 miliard euro harxhim vjetor. Çka do të thotë kjo? 3 miliard euro nxirren nga xhepat e qytetarit. Për atë situata është jo alarmante, shumë më tepër se sa alarmante. Shumë shokuese duke pas parasysh numrin e banorëve që është normal. Pasi këto objekte janë shumë afër objekteve arsimore, objektet e lojrave të fatit janë shumë afër objekteve arsimore. Edhe që nuk do të thotë, ka edhe diçka tjetër, se ligjet mund të sillen. Mirë po, në qoftë se këto ligje nuk janë të vendosur që t'i praktikohen, këto ligje është krejt është dështim. Por sidoqoftë, 500 metrash nuk mjafton në krahasim me kërkesën e lëvizjes antibigjos. Kur them lëvizje antibigjos, unë them popullin, mirë po do t'jetë një fillim i mbar me të cilën do të mundohet diçka të mbrojë qytetarit. Po përmendet shifra se sa qytetarët harxojnë për lojrat e fatit. Sipas një ulëmtimi të realizuar nga Instituti i Shëndetit Publik, i cili është publikuar në dhjetor të vitit të kaluar, tregon se 25% e nxënësve kanë luajtur bigjos në 12 muajt e fundit, pra prej momentit kur është publikuar ulëmtimi, ndërsa 15% e nxënësve kanë luajtur online lojra. Janë marrë me lojra të fatit, që janë shifra alarmuese. Çka ka ndikuar në këtë? Është kjo pikërisht prania e kazinove dhe bastorëve që janë shumë afër objekteve shkollore? Normal, pasi rritja e këtyre numrave, numrit të objekteve të lojrave të fatit, edhe reklamimi i ashpër, kushtimisht të them, për të fitore, ekonomia e rënd e rriti edhe numrin e lojtarëve, kryesisht tek fëmijët, kështu që ne nuk ishim në gjendje që të mundemi të mbrojmë fëmijët nga këto objekte që janë shumë afër, me duke i joshur ata fëmijë që të mos harxojnë ushqimin ditor që jep prindi, këto e kanë luajtur nëpër bastore. Për atë është rrit edhe numri i bastoreve, edhe numri i normal, edhe vlera e harxhuar. Për atë edhe një emision ne që kemi pas deri tash ne biseduam, desha do bëjmë një marrëveshje gentlemane, kjo ishte para 7-8 viteve nëse nuk gaboj, edhe në emision e deshtëm që direkt organizatorët e këtyre të lojrave të fatit që të bëjmë një marrëveshje gentlemane. Prej në atë kohë, largoni spaku të fillojmë nga dikundi, largoni po të njëjtat objekte, se sipas tyre, ato objektet nuk kanë objekte zbavitse, objekte ku fëmijët shoqërohen, ne kërkonim që në atë marrëveshje gentlemane që ato të mundin të largohen, e pastaj dal nga dal të largohen edhe të gjitha objektet tjera në largësi mbi të afërsisht 3 km larg edhe ato vendbanimeve tona, edhe të mundim që të mbrojmë familjet tona, se ne faktikisht si lëvizja antibigjos u mundohem që jo ne të rritemi edhe të ndodhim të shifet se kush jemi ne, por ne të mundohemi të zgjedhim problemin e këtij populli, se me të vërtet bështë fjalë për shifra alarmante, bëhet fjalë për fatalitete edhe tragjedi familjare. A mund të presim që të përmirësohet gjendja
në rast se miratohet ligji? Pra, a do të ndikoj pozitivisht kjo të... Besojmë se po. Se në qoftë se nuk do t'ishtë ashtu, atëherë nuk do t'ishin, do të ndodhin edhe protestat që i organizojnë vetë ato që i organizojnë këto lojra të fatit. Dhe fati i keq i joni është që ato shkojnë në kushtëzime se në qoftë se ato mbillen, do të ndodhe hataja. Ato mendojnë se kishtet duhet të ekzistojë vetëm prej komarit. Si që pam edhe nga hulumtimi që citova pak më lartë, pra problem nuk janë vetëm objektet fizike, pra vetëm kazinot dhe bastoret, por është edhe bigjosi online. Çfarë duhet të ndërmerret në këtë drejtim që të mos jetë shumë aq i qasshëm për të rinjt siç është sot? Realisht, ndoshta kemi sqaruar, ndoshta është e konsumuar si temë, mirë po do të mundohem përsëri në pikat shkurta të sqaroj disa gjëra. Për sa i përket bastoreve sportive, për të hap një bastore sportive, deri tash kanë qenë që nuk do të thotë se nuk ka pas ligje, mirë po është vepror jashtë ligjeve. Edhe secila bastore ka qenë e detyruar minimum të ketë një 3 aparate që janë të lidhura me drejtorinë e ardhurave publike. Tash mos flasim për aparate tjera, se jo rastësisht janë marrë disa aparate, jo rastësisht ndodhen mbi 1500 aparate në qeverinë e kaluar që i sollën, ndoshta janë dikundi ato ruhen. Mirë po, kanë qenë të detyruar që ata nëse dëshirojnë që të hapin një bastore sportive, nuk flasim për kazinot, kanë qenë të detyruar minimum të jenë 3. E thash llogaritën i sa bastore sportive janë, sa kazino janë në nivel republikan, edhe e shumësojnë minimumin 3, edhe sa do të del një shifër maramense. Ndërsa, përse i përket edhe kumarit online, kjo është edhe kjo normale shumë e rrezikshme, që janë gjëra që ne faktikisht do të jemi shumë të kujdesshëm si prind që të mundim të kontrollojmë gjërat. Edhe do të jetë mirëseardhë që me çdo kusht të mbillen. A keni bërë ndonjë analizë si është gjendja në rajon, pra si është i rregulluar ky ligj, pra si është çështja e lojrave të fatit, pasi që e dim se në Kosovë dhe në Shqipëri vite më parë është me ligj janë ndaluar dhe bile në Kosovë janë hequr ato nga vendbanimet. Në vendet e tjera të rajonit si është e rregulluar, si e kanë rregulluar ligjin për lojrat e fatit? Kërkesën që e kemi bërë çdo herë tash thjesht për opinion edhe deshte që të sqarojmë. Në fillim, kërkesa e lëvizjes antibigjos ishte 3 kilometra larg vendbanime edhe institucioneve që i përmenda. Mirë po, me ndodhjen e vrasja që ndodhi në Vizbek, nëse ju kujtohet 2013 që mund të gabojnë në vitet, 2013 që u vranë 2 të rinj në Vizbek dhe prej atë ne ndryshuam kërkesën tonë, mbyllje me çdo kusht, sikur që ndodhi në Shqipëri dhe në Kosovë, në fqinin tonë. Pasi takimeve që i kishim, ato me qeveritë e kaluara flas, për ata flas dhe atëherë ato thoshin kështu. Ne do të shohim se si do të veprojnë shtetet e rajonit. Çfarë ndodhi? Ne ndoshta ishim, jo ndoshta, po e sigurt që ishim lëvizja e parë që ishte kundër bigjozit. Tek ne bisedoheshte për bigjos, tek ata një natë u bisedua edhe për një kohë shumë të shkurtë u mbyllën, që mund të them që objektet lojrave të fatit në Shqipëri kanë qenë shumë më tepër se sa që janë në Maqedoni. Me këtë çka duhet të them, për të vepruar ashtu siç duhet, edhe nëse jemi të gatshëm të mbrojmë tragjeditë familjare, atëherë ajo kërkon veprim edhe guxim të jashtëzakonshëm, që ndoshta ai guxim mungon tek ne. Edhe interesit që zakonisht në dhaja. Po, me sa di unë më herët ju keni pasur edhe një propozim se si të zgjidhet problemi i objekteve të kazinove dhe pastoreve, çka ka
Pra, e përmendet që keni propozu që ato fillimisht të largohen 3 kilometra nga vendbanimet. Çka ka përfshi tjetër kjo zgjidhje që ju u keni ofruar autoriteteve? Shumë normal se ne me ekipet e ekspertëve dhe ekipit shumë të shëndosh të lëvizjes antibigjos, ne bëm një propozim optimal që largimi të jetë 3 km, dhe jo rastësisht e bëm 3 km, që në qoftë se i referohemi tash ligjeve që janë sjellë në Shqipëri dhe Kosovë, do të thotë shumë e pakët kjo 3 kilometrash. Mirë po, dislokimi i 3 kilometrave nuk jep mundësi individi që nuk e ka mundësin që të luajë kumar, ai nuk do të ketë mundësi edhe që 3 km duhet shkojë deri tek objekti. Është shumë normale, këto janë kumar që çdo herë është luajtur. Mirë po, qëllimi jon ishte që t'i largojmë me çdo kusht. Mirë po, nuk bëhet fjalë vetëm 3 km larg vendbanimeve tona. Pak më herët e bisedova, për të fjalë 3 km edhe larg institucioneve me karakter publik edhe jo publik. 3 km larg objekteve fetare. Në çdo etash, çka do të thotë me atë? Atëherë do të kishim mundësi që ato objekte të largohen jashtë qyteteve. Edhe me atë ligj, tash kushtimisht them, largoheshin shumë larg vendbanimeve edhe do të luaj vetëm ai që ka mundësi të luaj. Edhe do të marrë një shembull tjetër. Në çdo herë kemi marrë shembull Gjevgjelin, se është një ndër kazinot, pas kazinos që planifikohet të hapet në Tetov, tek Universiteti i Tetovës, që normal nuk e lejuam edhe të hapet ajo e njëjta kazino, atje luajnë shtetasit grek në territorin e Maqedonisë. Kjo që është absurde, që ato mbrojnë shtetin e tyre. Edhe sa për informat për ju mund t'ju them që në shtetin grek ekzistojnë vetëm 3 kazino. Tek ne nuk kanë nevojë që të flasim shumë, kanë nevojë vetëm që të dalim edhe në qendrën e Tetovës edhe shohim se janë mbi minimumi është afër 18 kazino në qendër të qytetit, duke mos i numëruar bastoret sportive. I kanë marrë parasysh autoritetet këto kërkesa që i keni parashtruar, pasi javë më parë ju kishit edhe një konferencë për media ku reaguat se nuk ju kanë pranuar në takim përfaqësues të qeverisë. A ka ndryshuar komunikimi prej atëherë? Jo, për fat të keq jo, po fillimet e para të lëvizjes antibigjos kanë qenë takime me, nëse ne kemi llogaritë se X deputeti ose X individi që ne e kemi votuar edhe kemi menduar se mund të na ndihmojnë, ne kemi bërë takime përveç disa politikanëve, kështu që sikur që lirisht mund të përmendim që bëhet fjalë për tash kryeministrin, që ishte edhe në pozitë, edhe tash nuk e patë rësishme asnjëherë që të takohet me ne, edhe shumë pak individ të tjerë. Mirë po, këtu tek ne mbi shëndon një sindromi politik i të ardhmes, duke menduar se në qoftë se ne ndoshta ato tregojnë me atë se pa fuqinë e tyre ose intereset, normal që ndërpriten disa intereset të tyre dhe u vjen sikur ne i shtim xhepat në duart e tyre edhe ju pamundsojmë që të fitojmë. Mirë po, ne asnjëherë nuk kemi pajtuar dhe nuk do të pajtohemi me individ, ose të themi persona që janë në vendimarrje, qofshin ato deputet apo pjesëmarrës në qeveri, që ne të zgjedhur nga vota e popullit edhe që të jepet mundësia atij të vendos për popullin në interes të vetin. Ne jemi kaq, ne mund të mendojmë edhe mund të sqarojmë diçka që ndoshta janë të pakapshme disa gjë, ne mund të kuptojmë interesin, mirë po i pangopsi nuk mund të kuptojmë se çfarë me të vërtet ndodhen tek ne. Pra, nuk jeni konsultuar për këtë propozim ligj, pavarësisht se keni 10 vite aktivizëm mbi këtë çështje? Për fat keq jo. Për fat keq jo, nuk jemi konsultuar. Së paku ndoshta të duheshte që të mirët parasysh përvoja jonë. Ndoshta do të, për atë që e thash, vjen më një situatë që personin X të një vendimarrje që ne e zgjedhim me votat e
tonat, ai I jep të drejt vetvetes të flasë në emrin e tij, ashtu siç mendon se ai është më smeri. Domethënë, në këtë rast nuk kemi konsultuar, për edhe diçka tjetër duhet të them. Tash nëse I referohemi lëvizjes antibigjos, ne jemi një organizatë jo qeveritare, edhe që t'ju tregojmë të gjithë se ne nuk kemi organizatë, nuk kemi ajo fuqia që ne sjellim ligje. Ligjet duhet I sillin ato që me të vërtetë I kemi votuar, edhe mendojmë se ligjet duhet sillen në interes, në favor të atij qytetari. Keni paralajmëruar po ashtu edhe protesta nëse nuk zgjidhet çështja. A qëndroni ende në këtë do të jemi të detyruar, Ne në fillim tash për tash mundohemi që të zgjidhim në mënyrë të themi të japim shansin politikës që të zgjidh, të japim atyre që të fillojnë të vetëdijojnë se me të vërtet duhet të bëhet diçka për këtë popull, duhet të bëhet për këta njerëz që së paku për ata që kanë votuar, edhe shpresoj se nuk do të vim në situata të tilla, edhe do të fillojnë disa gjëra të lëvizin nga e bara. Në rregull, ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Shikues të nderuar, këtu edhe përfundojmë intervistën për sonte. Ju faleminderit për vëmendjen.